Një aksident i rënd ka ndodhur mbrëmjen e sotme në Vlorë dhe si pasojë ka ndërruar jetë gazetari i njohur Enrik Mehmeti. Mehmeti ka humbur jetën në moshën 40 vjeçare, pas aksidentit me motor në plazhin e Portonovës në Zvërnec, ndërsa grupi hetimor përfundon për zbardhjen e plotë rrethanave të aksidentit. Gazetari Enrik Mehmeti ka raportuar ngjarjet nga qarku i Vlorës për vite të tëra. Ai ishte fytyra dhe zëri që solli në ekranin e televizionit ngjarjet më të rëndësishme të jugut të vendit, nga kronika e zezë të operacionet policore, zhvillime sociale, politike dhe turistike. Ai njeh për praninë e menjëhershme në vendngjarje, raportimet ekskluzive dhe këmbënguljen për të sjellë informacionin e verifikuar edhe në situata të vështira. Ikja e parakoshme e Enrik Mehmetit është një humbje e madhe për familjen, miqt dhe komunitetin e gazetarëve. Ai la pas bashkëshorten dhe 2 fëmijët.